Dhul-Hijje është muaji i 12 dhe i fundit i vitit sipas kalendarit hijri. E për këtë muaj ka treguar më shumë Hoxh Abdurrahman Bejtullahu. Kusht është 10 ditë i muajit të Dhul-Hijjes, që këtu përmbledhen të gjitha adhurimet që s'ndodhin përmbledhen gjatë këtij vitit. Duke filluar nga namazet ditore që e kemi, nga lëmosha, sadakaja, nga lidhja farafisnore vizitohen sa më tepër, shtoja kësaj rastin haxhilet që ne kanë shkuar në Qabër ditë Arafatit, që besimtarët bojnë dua dhe lutje, një pjesë e besimtarëve agjeron, sepse agjerimi është pjesë është sunet, traditë e pejgamberit alayhis salam dhe përmbyllet me kurban Bajramin. Hoxha përfund e kishte edhe një porosi për besimtarët. Besimtarët kanë kujdes të ruajnë gjuhën e tyre në radhë të parë, shiqimin e tyre të bojnë sa më shumë vepra të mira, punë të mira. Ata që kanë bërë plan të kujdesen që mos ta thirrin kurbanin natën e Kurban Bajramit. Tek ne, tek populli jonë, disa nga kasapet e kanë dhënë këtë metodë që ma lehtë për ta në aspektin fetar, ndalohet thirrja e kurbanit në natën e Kurban Bajramit. Kurbani fillon nga momenti që falet Bajrami, nga ora 7:30, bën ditën e parë, bën ditën e dytë, bën ditën e tretë, deri ditën e katërt ka kohë. Fakti që në këtë muaj kryhet haxhi, një nga 5 shtyllat themelore të Islamit, si dhe therrja e kurbanit, i cili është pjesë dhe plotësues i haxhit, e bën Dhul-Hijjen një muaj jashtëzakonisht të shenjtë dhe të bekuar për besimtarët.